Doktoresha shumë ju njohin për shkak të punës tuaj, për këshillat që ju jepni në fushën tuaj, por pak ju njohin si Denisa Hoxha. Kush jeni ju? Unë jam Denisa doktoresh, Denisa vajz, Denisa nën, Denisa grua. Në të gjitha dimensionet e mia jam një Denis e fort, por dhe e dobët, duhet të jem e sinqert. Pra, kam disa versione të vetvetes dhe atë që mundohem të transmetoj dhe nëpërmjet rrjetet sociale është vetvetja në fakt. Dhe në shumë intervistat e mia dhe shqiptarët e vënë re që unë nuk mbaj fasad, pra tregoj atë realitetin ashtu siç është, me anën time të fortë, por dhe me anën time të dobët, sepse ne i trembemi faktit që të tjerët të shikojnë versionin ton të dobët. Ndërsa unë kam besoj se ai versioni imi është më i fortë, pika më e fortë ku ti je autentik, je dhe një person ku të tjerët shikojnë vetveten tek ty. Pra, nuk më pëlqen të jem një personazh, nuk më pëlqen të mos jem e vërtet, nuk më pëlqen të tregoj vetëm versionet perfekte të mijat, por të gjitha ashtu siç unë jam. Doktoresha, ju thatë pak më herë kur ne po diskutonim që jeni larguar shumë e vogël nga Shqipëria, 13 vjeç, fillimisht në Itali, më pas në Gjermani. Si e keni ruajtur kaq bukur gjuhën shqipe? Unë këto vitet e fundit në fakt lexoj vetëm libra shqip, sepse gjuhën letrare ose akademike shqiptare e humba përgjatë viteve. Jam larguar në moshën 13 vjeçare, mbasi mbarova shkollën 8 vjeçare në Shqipëri. Ika në Itali, vetëm, pra jetova për një farë kohë në konvikt dhe pa prindrit. Natyrisht gjuhën italisht nuk është se e dija shumë dhe kjo ka qenë një sfidë e madhe për mua në atë kohë. Isha e vogël, u përballa me një realitet të ashpër. Unë flas për veten time shpeshherë dhe tek librat e mi. Mbasi mbarova mjekësinë, po prap u licencova në Rom, u drejtova në Gjermani. Dhe vura re, sidomos kur fillova të bëja video në rrjetet sociale, që shqipja ime ishte shumë e dobët, nuk ishte në nivelin e një doktoreshe në fakt, plus që kisha dëshirë të shkruaja libra, por emocionet e mia natyrisht flasin shqip. Dhe mungon të fjalori dhe vazhdova në atë moment të lexoja vetëm romane dhe libra shqip. Aty e kam ripasuruar fjalorin tim dhe më pas vazhdova të shkruaja edhe vetë libra. Sa ndihmon puna juaj si psikiatre në leximin e librave, sepse shpeshherë thon ata që lexojnë shumë kanë akoma edhe më shumë memorie të fortë në të ardhmen. Ekziston? Nuk mund mos lexosh nëse je psikiatër, sepse duhet të lexosh versione të ndryshme të njerëzimit që të arrish vetë analizosh njerëzit. Psikiatria është shumë komplekse, jo të gjithë personat që studiojnë këtë deg arrin të analizojnë këdo. Unë mendoj se ti je psikiatër është ose thua psikiatër ku arrin dhe të psikoanalizosh është diçka e lindur, besoj ndonjëherë, pra duhet të kesh një intuit shumë të fortë. Saqë përgjatë anamnezës që i bëjmë pacientëve, ndonjëherë mbeten të shtangur, ku e dije si dole në këtë rezultat. Ose ka për shembull pacient ose persona të cilët më kontaktojnë mua personalisht dhe më thonë, doktoresh, a mund të bëj një seancë me ty vetëm që të më shpjegosh kush jam unë, të më analizosh jetën time në mënyrë që të kuptoj vetveten, ose dua të di pse reagoj në këtë mënyrë, doktoresh, ose pse i mendoj gjërat në këtë mënyrë, çfarë ka ndikuar në jetën time që sot jam ky person. Duhet lexosh shumë si psikiatër, jo vetëm librat mjekësor, por libra psikologjik, psikiatrik, etj. Sepse duhet gjithmonë të japësh pacientit një përgjigje. Dhe ta befasosh pse jo, ti thua jo, ti je kështu për këtë arsye. A janë ndryshëm pacientët gjerman krahasuar me ato shqiptar? A janë problemet e njëjta? Ndryshojnë diku, sepse shqiptarët për shembull kanë një vështirësi të madhe, nuk din të shpjegojnë çfarë ndjejnë.
ne jemi një popull shumë i larguar ndaj emocioneve. Nuk I dallojmë çfarë na lëndon, ose për shembull thonë, shiko, unë ndjej diçka por nuk di që ta shpjegoj se çfarë është kjo. Duhet të jesh ti si specialist me anë të një komunikimi shumë të thjeshtë që ta çosh në një konkluzion. Dhe është karakteristike. Veçanërisht tani unë nuk dua të bëj dallime të mëdha, por gjinia maskullore e kanë më të vështirë të flasin për emocionet. Janë shumë të ngurtë, janë shumë të mbyllur, janë shumë të errët. Dhe duhet ti tërheqësh ato fjalët me grep, avash që të kuptosh diçka nga pacienti. Unë përdor një teknikë interesante, është ajo vizualja, që do të thotë, I çoj pacientit një imazh, I them ku I gjen vetveten në këtë imazh. Mund të jetë një imazh mistik. Dhe pozicionohet diku. Dhe vazhdon pastaj me pyetje të vogla. Pse zgjodha atë vend? Pse të duket sikur ti je pikërisht në atë pozicion? Dhe aty avash fillon të shprehet. Përndryshe e ke shumë të vështirë të hysh në mendjen e pacientit, nëse ti nuk gjen metoda alternative për ta bërë atë që të flasi. Është e vështirë, më beso, të flasësh për emocionet, sidomos ne që jemi një popull ku jemi rritur me thënie absurde, mos qesh se do qash, mos qaj se ku dëgjoj unë thret keqen. Pra jemi një popull që vuajmë shumë emocionalisht, por që nuk kuptojmë se nga çfarë vuajmë. Është e çuditshme. A ekziston akoma stigma që po të shkosh te një psikiatër, mund të jesh I çmendur? Paktën në Shqipëri flas. Sikur është zbutur paksa, por jo mjaftueshëm. Takova dje një mikun tim të vjetër, avokat. Tash unë po më tregonte që jam shumë I stresuar në Shqipëri, po mendoj tiki më tha mua. Tash unë, po mirë, ku do shkosh? Në Shqipëri je avokat, po ku do shkosh jashtë shtetit, çfarë do bësh? Nuk e di, mjafton që tiki nga Shqipëria më bënte. Tash ke menduar ndonjëherë të ikësh në psikolog? Pa kështu. Të dukem sikur jam të çmendur, avokat, domethënë njëri me një farë niveli intelektual. Tash po pse? Tash unë, ti e di tash unë çfarë është higjiena mendore? E ke dëgjuar ndonjëherë këtë term? Jo, thonë, nuk kam haberin fare. Pra ne, siç lajm trupin, siç lajm dhëmbët, siç lajm kokën, flokët, duhet të lajm ndonjëherë edhe mendjen. Është higjiena mendore dhe kjo bëhet vetëm nëse ti të gjitha të stresin tënd mbi ngarkesën tënde e shkarkon tek një psikolog, I cili e ka profesion atë. Madje nuk është çështja vetëm të flasësh, nuk është të bësh muhabet. Terapia është t'jap ty dhe një drejtim, si të menaxhosh stresin, se si ti je më tolerant ndaj stresit, se si ti je ndoshta më rezistent ndaj X situate që ty të mundon dhe duket sikur ti nuk po e menaxhon dot. Pra, shqiptarët janë afruar, por në të njëjtën kohë nuk e kuptojnë akoma rëndësinë. Mendja jonë, po të bëj një metaforë të thjeshtë, është si një tenxhere me presion. E ke parasysh tenxheria me presion ka një valvull që plas avulli? Ashtu. Kur ne kemi një situatë stresante, ai presioni brenda në tenxhere është I gjithë stresi, akumulimi, ankthi, mendimet e tepërta që janë në trurin ton. Nëse kjo tenxhere do kishte një valvull, do plaste. Kush është valvula? Mund të jetë një psikolog, mund të jetë një libër I bukur që ti lexon, mund të jetë një orë meditim, ose ke dëshirë të bësh hipnozën mjekësore. Pra, në ditët e sotme ka aq shumë metoda se si ti të pastrosh emocionet e tua, saqë të vjen keq kur shikon njerëz që nuk I përdorin këto mënyra.